Thot Imam Shafiu, kush vjen edhe bën gibet për gojen të tjerë të ti, çka dush me kuptu? Dush me kuptu edhe se edhe për ty bën gibet të tjerë. Filoni, po thot për ty qështu, ose hiç shtën ty. A keni filoni po fol ki qështu kishtana në gjinisa? Jo, bre poa. Dije, për dhe sa tu t'i baj, që ato muhabetet edhe tua t'i ban, tjetër kun. Ose kundërta, vjen thot, filoni kështu për ty. Ti çka i thu? Ja, thuja ti filoni, jo, edhe ti mazi se, dije se që të fjallë, për dhe sa t'i ka pru ty, ka me aqu edhe ati. Që kanë bo ulemat, kër i kanë sjell larmet të tilla, kanë thonë, a nuk gjatë shejtani bartës fjallësh, apo gibetgji, mëkatar, postjerë, tjetër posteja, edhe që kanë thonë, thuj ati Allahut shpërbleft, që ke folë për mu, inshallah, danë Allahut gjellë në sevap, me mushtu. Se ka dhonë mundësin që ky me shku, me folë. Andaj, kush bën gibet në rësyt tonin për tjertë, dije se edhe në rësyt tjerë ka me bo gibet për ty.